Doktor, është kaq e rëndësishme pra njeriu se ka krah në jetën e tij për ta cytur ose për ta përmbajtur në momente të caktuar? Po realisht po e ripotencoj veten që durimi rrjedh frekuenca e durimit, edhe përmbajtja dhe kualiteti i durimit rrjedh si kualiteti i botkuptimeve tua, edhe bindjeve tua. Nëse ti ke arrit që përmes ngritjes së kapaciteteve tua intelektuale, besimeve dhe bindjeve, ke arrit me e kuptu që për te i teje është rëndësishme dhe mirëqenia e tjerëve, është rëndësishme mirëqenia e shoqërisë, atëherë ti ke me ndalu veten edhe aty ku ti dëmtohesh, mirë po është rëndësishme mirëqenia e diçkaje që është më e madhe se ti, që është më e rëndësishme se ti, është habitati, është vendi ku do të rritesh ti dhe pasardhësit tu. Po nëse ti nuk e arrit me ngrit personalitetin tënd deri në atë nivel për të kuptuar këto, për i përgjigjesh vetëm nevojave tua instiktive dhe bazike, atëherë ti nuk do të kesh durim. Po do të përgjigjesh me padurim karrëshisë timujve të cilët kërkojnë që ti me realizu nevojat tua. Ne popujve ballkanik në një farë mënyrë na i kanë atribuar ato gjakndësinë dhe ndoshta me këtë mos na i kanë atribuar dhe mosdurimi në një farë mënyrë sepse besoj që kanë lidhje të dyja. Apo kjo është çështje temperamenti më tepër se sa çështje edukimi. Eksakt, ekziston një botkuptim i përgjithshëm që vendet ballkanike dhe shqiptarët përgjithsisht nuk janë të durueshëm. Po nëse e bëni një analizë të thokë të zhvillimeve historike dhe historiografike në vendin tonë kupton diçka krejt tjetër. Edhe të qëndrosh me vite në luftë për një ideal të madh, dhe ky është durim. Të durash 500 vjet luftën, edhe të luftosh 500 vjet për ta ringrit veten, edhe për ta sjellë lirinë që është një ideal i madh, dhe ky është durim. Edhe neve në mënyrë neve na është imponu mënyra e të reagumit, jo nuk po them dhunshëm, po të reagumit në mënyrë konfliktuoze për ta mbrojtur veten edhe për të mbrojtur idealet që janë më të mëdha se na.